kam një problem shumë të madh me këtë degradë. Sepse ju, zoti Korreqi, jeni bashkuar në diversitet me grupin e zotit Berisha, apo jo? Atje. Dhe juve, nëse jeni bashkuar në diversitet, jeni ata që keni marrë përsipër që t'jeni diversiteti, t'jeni pra alternativa, ose t'jeni mendimi ndryshe brenda Partisë Demokratike, i cili, sipas statutit të Partisë Demokratike, duhet kishte edhe një fraksion të vetin, pasi të kishte zgjedhje, apo jo? Dhe ju vërtet mund mos fitoni me Sali Berishën, është detyrë. por që ju të nxjerrni një kandidat, që të kishte zgjidhje të tjera për Partinë Demokratike, të kishte një alternativë tjetër, dhe pastaj të përfaqësohej me një fraksion, siç përcakton statuti, kjo është detyrim për ju, nuk është dëshirë, as hapësirë demokratike. Është detyrim për ju dhe për mbështetësit që ju keni. Sepse juve u thatë mbështetësit, ne u bashkohemi mbështetësve, ne po bashkohemi në diversitet. Nuk u thatë ne do shkrihemi dhe do bëhemi njësoj si gjithë ta që janë me Sali Berishën, do i shërbejmë Sali Berishës dhe nuk do jemi jesmenët e Sali Berishës. Ju nuk thatë që do na dhuronin një parti ku Sali Berisha fjalë Saliu do shturdur dhe gjithë turu mbrapa. Ju nuk thatë do bëni një parti ku hajde linçojmë një njeri që se do Berisha dhe i turremi gjithë shpallë më në mik. Ju nuk e thatë të atyre që ju mbështesin. Ju thamë do bashkohemi në diversitet në kushte demokratike. Dhe ju kandidati i grupit mi tuaj ishte detyrim që ajo parti të vazhdojë të funksionojë si një forcë unike, sepse ata njerëzit që janë atje dhe që nuk e besojnë Saliun, por ju besuan juve, ata janë të papërfaqësuar sot në këtë zgjedhje. Tani ma besoj një gjë, unë kam qenë parë konsistent në gjërat e mia dhe kam dashur që pjesën e PD-s mos ta nxjerr në ekran, pavarësisht gjithat. Më besoj që kene Klevisin aty. Unë flas pa tek Klev në grup parlamentar dhe them mendimin edhe kundër Sali Berishës. Ma beso. Zoti Korreqi, ti flet pa tek Klev, po ka një problem. Ja, ka një problem të rëndësishëm. Në fillim thanë e fut Grida. Unë nda me Gridën, a nuk është ndarë, nuk e di mirë të punë. Ja futën në Edi Ramës. Po prit më burë. Po prit më. E fut Grida, thëmë. Në fillim e manipulon Grida. Pastaj e futën në Suel Qelës, pastaj ja futën në... Kur nuk ngjiti kjo me Edi Ramën, ja futën Suel Qelës. Pas Suel Qelës ja futën Agasi. Gysh Agasi se ky është Bin Ladeni tanishëm. Tani, është kështu Saliani, pastaj Saliani vetë preshtua. Ke dëgjuar ti këtë frazë? Jo, ku e dëgjoj një kundi? Se tani ti je njeri që thua gjithat vërteta më, thua gjithat vërteta. Këtu... Për me kam gjurën të frazë. Po si u vetë preshtua tani, si u vetë preshtua? Tani, si vetë preshtua njeri u tani se nuk e kuptoj. A mund të ma thuash, të ma spjegosh këtë... Kësë një fjali për berë, që quhet kjo? Fjallë. Unë asë nuk jam mirë gjullë dërsi, po të them dhe një tjetër unë, se përjashtuar, se su përjashtuar unë... Nuk është, vetë përjashtuar, që quhet se ti kupton? Fjallë për berë, një fjallë për berë, dy fjallë. U vetë përjashtuar. Të fjallë quhet? Të fjallë, përshimë, po të thosh anglezve, këtë të fjallë kështu, nuk ta kuptojnë fare, se si mund të vetë përjashtohet njeriu, ose francezve, ose Allah, tani, ja si tua, ti si e kupton, ja, po ma thuaj troq, të lutem shumë, si e kupton këtë vetë përjashtohet? Unë se kuptoj do të fare, se kupton. Me që t'jemi si qertë të kjo pjesë, se cili ka zgjedhur rrugë, sepse nuk kuptoj dhe vendimin, që në qofë se do të kishtë në një, në qofë se mendon që ka dërguar një dokumentacion dhe ka gjithë drejtën e zotit në vendimit të ankimohet, por të kjo pjesë nuk duhet të merrem shumë me vetë përjashtime, sepse si fjalës, si koncept, unë nuk e qelloj dot te nga fshati im. Por ama ditë them këtë, që mënyra se si është bërë hidhje pritje në distancë mediatikisht, ka i gjesh që nuk shkon. Dhe kjo më tepër më ka shqetësuar, jo se nuk duhet i vë epitet, as nuk duhet i vë Samari Ervinit, me të drejtën, por që them e drejtë mua kur kam qenë kundër Sali Berishës s'ka penguar njëri ty në PD. Besom edhe kur hyri doktore ty ta parkoj makinën e tike me Terezi, edhe as mos ta çaj kokën fare, ta them me sinqeritet madh dhe nuk shikoj që një mik dhe shoku, jo mos të vjen te aty edhe të na i thosh edhe të zgjeshim aty. Në kohën e Lul Bashës, Ervini ka thyr gotën aty. Ose Gridën, sa. Jo. Ja ka përplasën gotë. Shokut Luli. Tashti, pse mos të vinë të bëjnë këto diskutime qoftë dhe të forta brenda asaj partie,
por duhet me patjetër që kjo partia jonë duhet të jetë kaq e shturë, duhet të dalin gjithë palarat në shesh. Por nuk ka shtëpi që nuk zihet se zi me gratë tona dhe me plakën zi për natën. Jo, më jo, i kanë zirë në shesh, i kanë zirë Fatostan, më kanë zirë më shumë, ma besoj i gjë, ma besoj. Nuk del as një argument më burë dheut nga Partia Socialiste që do lloj mbledhje, që do lloj debat. Tani është kyç. Ne pa dal nga dera dalim kështu. Ata s'janë parti më fare, ata. Ata kanë probleme serioze vëlla, aty një vetëm dhe kaq. Alternativa juaj. Në qoftë se më thon, ju tani mo ju që të zoni atë. Nëse më lejoni t'i vë një kapak, të lutem. Nëse do doja unë të ishte me shumë kandidat, po. Sepse realisht unë do doja edhe 50 veta të futeshin, pavarësisht se disa do futeshin dhe kot kështu sa për në emra apo ku. Edhe kjo do një lloj barrierë. Kujtohet ty sa ka futur Partia Demokratike kandidat. Doktori ka futur atë. Po dakord pra. Edhe për tu promovuar edhe që ti për të vesh. Që doktori i ishte gjithë më. Doktori dhe drama. Gjithë ata që kanë kandiduar atë pas humbjes janë zima atë, sipas kanë qenë fallco. Po ju dhe ma gjodhe një dhe këtë fundit. Pa mi përmend. Ata që përmendë ti. Po mi përmend. Po ata që përmendë Eduardi, Tritani, ku pastaj prap hapën Gens Polo, gjithë kanë ikur dhe kanë ardhur në këtë parti. Tritani ka ikur. Po nuk ikën këtu patën, por në 90 po dërë. Po ti. Ore të gjithë ikin ata. Po ti mund të thosh të Gens Polon dhe këta. O ata ikin 5 ditë dhe kthehen prapë në zotri. Ti po flet mua gjë. Ore. Edhe neve u. Edhe ti mund të ikësh 5 ditë, ku dihet. Nuk e dim se ti je i ri tani. Ti mund të largohesh disa muaj në partinë e Agronit dhe të kthehesh. Jo, nuk iki fare. Jo, fare. Ja i vetëm që kam partinë time kam zgjedh. Kurse kjo këtu që po të them unë është kështu. Ti edhe në 2021 se u regjistrua kjo se po nuk kam se për shembull larg qoftë po iku doktori, ti mund të ikësh. Këta që po presin, se ti nuk e di që mund të ndodhë aty. Këta që po presin, se ka ty po presin ti ikë doktori. Lemo jo, këto janë teza që i ke ti, këto janë tezat e tuja. Këto s'janë pyetje, këto janë tezat e tuja që i edhe ti në treg. Unë po të pyes për teza. Jo, për teza ime është kjo pra. Jo, jo, teza, kush është Qesharake? Ti gjitha që po thua. Jo, Qesharake është kjo që ti e cakton, fillosh emisionin dhe ti ve tezën atje ky u mbret. E di unë. Pra, po kjo është Qesharake se ti e ke ndarë mendjen që ky Ervini është burri mirë, Berisha është burri keq, Berisha do bëhet mbret dhe ju s'ka zgjedhje dhe ti në mua hajde të të pyes. Po ti ç'më pyet mua kur e ke vendosur? Doktor Klevis. Se ç'bëj unë atje? Po më shiko pra tani. Po ti e ke vendosur pra. Po e vendosur pra. Po pra, ti dhe mbaj përgjegjësi. Po pse më pyet mua kur ti e ke marr vendimin se për përgjigje? Cilin vendim o burr? Ti e ke kryer vendimin. Se ti thua. Po çfarë them unë tani? Po pranoj zgjedhjet që po bën ti, që mund të humb doktorin nesër. Po jo, pse duhet të humbi? Po prapë ndihmu atje. Po që të pranoj unë. Po pse duhet të humbi ai nesër se do ti? Pse do humbi? Unë nuk thash që do humbi, unë thash opsioni është. Dhe të thash që ata s'kan për ta votuar.